Tha 3 hektar me mollë. Mbi 2 hektari kam mollë tash. Mbi 2 hektar. Viti i kaluar ka qenë i mirë saj për këtë mollës. Viti kaluar ka qenë diçka më i mirë, po nuk me mollë, ma nuk është laverdia e mirë. Arsyet janë fuqia punëtore ka hyp kogjo shumë, domethënë kanë kogjo shumë mollat punë, vjelja, sidomos plotësen e tjera që nuk paguhet ballë. Nuk paguhet mjaftueshëm, domethënë për me pasur në mollë. Ku ki pas shitjen? Shitjen e kemi pas te ETC-ja vitin e kaluar, domethënë ja kemi shitën e ETC-s me shumicë, edhe këto për punim që kanë qenë, domethënë kemi qute në Suarek të relaksi. Kanë pagu mirë. Mollat mirë kanë, mirë. Bashkëpunimi mirë me Po, bashkëpunimi i mirë, pagesat kanë qenë në rregull, edhe të Elkosi edhe të relaksi atje. Mirë, pagesat janë mirë. Sa llojet mollës janë? Kemi pas shumë varietete, po tash mas shumë ti kam Fuji, edhe kam Jona Gold pak, Red Falstaff pak, Delicious Kuq pak. Edhe mollat një sipërfaqe i ke hek tash, ke shumë vend për perime. Sa përgjithsisht tokë punës ke? Unë tokë temën i kam rreth 14 hektar, edhe i kam qëtu domethënë në gjithë me të mijat, i kam edhe një 7 hektar prafërsisht me qeraqe. Me qeraja, na qeraja a kushton? Po kushton, po për perime tani ja vlen, domethënë nuk është diçka që se normali paguajmë. Tokën e ke ble nga viti në vit, fitimet me fitim. Edhe tokën e kam ble prej 2010-s kam filluar me ble këto, domethënë kemi edhe një biznes tjetër që kemi filluar domethënë me ble tokën. Dej para 3-4 viteve nuk u kon fitimi shumë i mirë në bujqësinë përgjithësi, e që një 3-4 vjet ka ndryshuar. Ka ndryshuar është më mirë, domethënë kërkesat janë më të mëdha, çmimet janë më të mira.